Tragjedia 9 janarit, familjarët që humbën fëmijët kanë përkujtuar këtë ngjarje në 22 vjetorin e saj në Shkodër. Drejtësia nuk ka dënuar fajtorët pasi shteti i mbrojti, janë shprehur familjarët të humburve në këtë tragjedi. E kem pa quajt e premtja zezë, se tash 20 sa vjet ne përfaqësues shtetit shqiptar na vranë fëmijën në Vlorë atje me 9 janar 2004, ditën e premte. Tashti ne nuk është hera e parë kena folë gjithmonë për këtë tragjedi, e cila nuk na ka zbardhur hala, edhe ju na keni pasqyruar faleminderit prej mediave. Unë sot do foli 2-3 gjëra kryesore. Të 2-3 gjëra kryesore janë me datën 10 janar, që u mbyt Gomonia, domethënë nuk u mbyt Gomonia, po janë gjetë gjallë të dekur bashkë. Vladimir Gordhishta, komandanti i postë Dhajmiut, je ka shtëpi në Kodër, ka pas postën në Kodër këtu, në 6:30 të mëngjesit, deklaroi që ja kush jenë 2 Gomonia të det hapun. Edhe për 4 orë të tjera, nuk kanë shkuar anijet shqiptare me i marra, i thënë që ja ku janë atje. Për arsye se ishin disponueshëm shteti shqiptar. Me i lanë më fundos, e dyta mas asaj, Sokol Bishga, shefi i krimeve të Republikës, ka deklaruar që të gjiri Davins është gjetë Gomonia me 8 persona, kam njoftuar sallën operative, ka ardhur mjeti i Marinës dhe mjeti i policisë e i ushtrisë, edhe kanë shkuar te Gomonia. I kam pyetur në telefon, çka ka Gomonia mbranda? Ka 8 vjet të vdekun. Kur ka njoftuar se Golbishga, sallën operative, aty ka libër shërbimi të janë shkruar se iku filan anije me shkuar te Gomonia, te gjiri Davins, iku dhe filan tjetër. Edhe duhet të regjistrohet në librin e shërbimit. Pra shkoi një mjet i Marinës edhe një mjet i policisë, edhe i Marinës. Këtu hetosi nuk ka ban shteti. Kjo hetosi janë mbyll me urdhën, se aty me padasht kur thotë që shefi i krimeve të Republikës ka shkuar Finlandia, i ka marrë ata trupa, ajo me padesht hetosia i ki gjetë se ka shkuar. Po në mbyll me urdhën për mos mu hap ajo çështje penale. Fakti tjetër, në orën 10 e sa të mëngjesit, vetëm në orën 8 ka njoftuar shteti forcat italiane me ardhën ndihmë. Se këta i pashin atje por nuk shkoshin me i marrë. Edhe kur i kanë gjetë forcat italiane, anija 407 italiane, edhe i ka nisë me i prunë në Vlorë, kanë dalë 2 anijet shqiptare, 215, 216, e i kanë thonë ku do me gjuhë trupat. I ka thonë i kam gjetë, kanë thonë 407 italiane, do t'i çojnë në Vlorë, sa më shpejt në spital. Kanë thonë jo, kena urdhër do t'i çojmë në Sazan. Aty janë mbajtë edhe 4 orë tjera, si kanë dalë mosmarrëveshje në mes palës shqiptare dhe palës italiane. Deri si ka dhënë urdhën Pandelimajka, e ka thënë trupat të shkojnë në Sazan. Të përdoret edhe autoriteti i shtetit. Ne kemi pas besim se u bë buj kjo punë, sikur Spaku do t'i zbardhin të çështje. Ne u drejtuam Spakut, edhe Spaku në përgjigj sikur ka kaluar kohë gjatë edhe është jashtë afateve të ligjore, edhe nuk na ka marrë përsi për këtë punë. Edhe kështu si çështja ka met këtu, aty siç ka qenë 2013, është edhe sot çështja penale. Apeli jem është se 39 persona të veshur me pushtet të asaj kohë të pushuan nga puna u dënuan edhe gjithë u liruan edhe gjithmonë detyra erdhen edhe drejtora në Shkodër. Pra, kështu është mafia shqiptare të cilën 8 persona, të cilët e diskutuam disa herë se këta është gjerë Gomonia 2, aty ka kërcit arma dhe gjithë janë kënë vram. Dhe ta që ishin vram, do më thonë nuk i kallëzoj shteti dhe pranena i çuan në Sazan për ta msheh krimin dhe unë kërkoj kucat e djalit tem me kënë sa zgjedh Gomonia 2 sepse nën vet janë myt ushtar, njatë vend të turkut janë gjetë. Çdo njeri që ka myt atje, domethënë se peshkatar i ka zgjedh deti. Pse nuk i zgjerrë këta 8, një paktën prej tyre? Unë jam Mark Grishaj nga katuni Vukël Kelmenit. Banoj në Torovic, Lezhë. Mesazhi jam është në qoftë se mundet më u vendos drejtësi në këtë vend, në qoftë se lejojnë këto grupe edhe nuk drejtojnë njerëzit e njerëshim, po ata që janë më mafioza në këtë vend se janë 22 vjet që kërkojnë drejtësi edhe drejtësi nuk nepet. Kështu sipas tyre, shpresa ishte vetëm te Spak, por dhe ky organ nuk e ka marrë çështjen në dorë, ndërsa bëjnë apel që Spak ta marrë çështjen në hetim. Në 9 janar 2004, për shkak të motit keq dhe dallgëve të mëdha, gjetën vdekjen 28 nga 36 persona që ndodheshin në bordin e një gomoneje, e cila nisur nga Vlora, synonte të arrinte brigjet e Italisë. Viktimat ishin kryesisht nga Shkodra dhe Lezhë.